O i ma, kthehemi çik te arrestimi jot. Pra, me dy korrik do përfundoj Rama si Kaddafi, fakt përfundova unë qeli. Ka qenë fort, Shiko edhe hyrja që u fute, me atë video ishte perl fare, po edhe kur dole, se të majtë kështu sa për i kafa ata, të majtë në zonën shpejt e shpejt. Majtë në limite, 5 orë. Majtë në 5 orë. Ka qenë halli madh me mua me ata. Dhe të tregoj sot gallatë. Më majtë në 5 orë mëjnë. Po, 5 orë. Edhe unë se kisha problem fare. Shokët e mi majtë 72 orë. 72. Po, shokët e qelis. Au qetësove qika dhe 5 orë. Me thonë të drejtën, gabimi vetëm që bëra ditën e protestës, se Zotin e kisha me vete, është që s'mora i libër me vete. E kam lënë që para 4 javësh në mes, 5 javësh para protestës, dhe 2 ta kisha marrë aty, ta kisha lexuar drejt që e mori. Po hajtë më. Hiku, herë tjetër ta ke me vete, ta me në çantë. Qiko herës tjetër thot, ba, shtim malë, ba. Në shtim malë. Me qef edhe, e pret prapi gjirë. Edhe herë. Po ta thep troç. Unë nuk jam arrestuar asnjëherë kundër vullnetit tim. Në shkuptim. Kur kanë dashur më arrestu, as më arrestu dot. Kur unë kam qenë gati për t'u arrestu, kanë arrestu. Sepse arrestimi im nuk është si tjerë. Arrestimi është sfida që i bëjnë unë sistemit për ta degeneruar sistemin, për ta zhbërë. Dhe sa unë jam arrestuar, ata janë penduar, gjithmonë. Sepse parimi im është që do ta përdor arrestimin që unë t'i shpjegoj njerëzve, mos t'ja ndjej fare. S'ka si vlerë. As i rëndësi. Arma e vetme që ka edhe Rama këtu është arrestimi. Po ta zhbëjmë arrestim, ta bëjmë kështu, ke parasysh qesharak, të pa vlerë. Ta bëjmë pluhur. Kë ka qenë gjithmonë parimi me arrestimet. Domethënë kam qenë gjithmonë peshkatar, duke gjuetur peshk. Nuk kam qenë peshku që ka policia, kam qenë peshkatari që ka kapur policinë. Dhe sa më kanë marrë pyetje, në fakt i kam marrë unë pyetje, s'ka marrë mua ata në pyetje. Kurioz jam se si shkon situata aty më era për zonë. Unë mundohem gjithmonë me situatën time me policinë, që 2014 e këtej që më arrestojnë vazhdimisht etj. Se thosh që ti çoj në degradimin e vlerës së frikës. Pra gjithë parimi im ka qenë t'ja u zhbëjmë frikën njerëzve me arrestim. Pra unë kam përdorur gjithmonë trupin tim, se thosh si një armë të sfidimit të sistemit, për t'i thënë njerëzve, mos t'ja ndjej fare. Dhe kur unë s'ma ndjen, dhe gjithmonë dal nga stacionet e policisë duke qeshur, është pikërisht mënyra se si unë jap mesazh njerëzve, sa do orë t'ju mbajnë, sa do ditë t'ju mbajnë. Ky sistem nuk shbëhet dot ndryshe pas sakrificat tona. Po do të kujtojmë gjithmonë UÇK. Gjithmonë. Ata ishin përballë armikut. Dhe armiku i vriste. U vriste si persona, i vriste si familje. I plagosi, torturonte, ka përdhënuar kush e di sa gra e vajza. Ato janë sakrifica. Këto tonat nuk mund të quhen sakrifica përballë tyre. Po ku ndryshojmë ne nga ata? Masivet ata mbrojtën Kosovën, ne po mbrojmë Shqipërinë sot. Domethënë, ne s'do ta kemi këtë vend, po ne pushtojmë me para dhe me agjendën e shpopullimit. Ne jemi luftëtar për të shtruar vendin nga pushtimi. Pra ne jemi në të njëjtat ngjarje, por me sakrifica minimaliste. Raport me Dritan Goxhen që luftonte apo heroin që lan jetën Kosovë. Po të kuptojnë njerëzit, e kanë kuptuar gjithë. Kjo ka qenë arsyeja që unë sa jam arrestuar, kam qenë duke qeshur. I fortë. Po këtë herë ishte per fare. Jo, ishte per me gjimen, me çka kishte godit me pjeshk. Fort. Sa historia e pjeshkës per fare. Po siç e ke dhënë video, unë nuk i kisha pjeshk. Unë, në momentin që pash policinë që përkryente momentet e para të planit, që do sulmonte protestuesit, pasi gjitha ishte sajuar nga policia, unë kuptova që ata po hapnin edhe një rrugicë për makinat e mbyllura brenda si në qarkun e minjve që kishim zënë deputetët. Sepse qëllimi i asaj proteste me 200 vetë ishte që t'i shpjegojmë shqiptarëve që këta deputetët tashmë janë minj, fshihen vrimave se kanë frikë dalin. Sepse më që dalin, njerëzit do tallen me ta dhe ti gjuash me vezë, ti gjuash me domate, ti gjuash me pjeshk, ti gjuash me, se thosh, mjete rrethanore të tipit futaperime, ma kuptove logjikën, apo veza që është bulmet, apo kos. Si gjithë dhe me kos, për thamë, si gjuni me kos, quhet mjeti fort për shkak të plastikës. Kanoqës. Ishte plastika.
Koncepti ishte që unë s'kisha marrë si pjesë me vete. Edhe kisha zënë pozicion nga pas, si që shëfë dhe në video, rruga Elbasanit, kur dhe del përke e ura, unë porja nga mrapa policisë dhe filmova gjithë shka. Kam bledh gjithë provat për prokurorin, për policinë, se si gjithë operacioni ka qenë i organizuar nga policia për të provokuar dhunë. Unë kam provat juridike, provat filmike, dhe i shoku im me Zirkon Disha ka bërë filmimin nga parë, unë kam bërë filmin nga mrapa. Dhe po t'i kombinosh të dyja, kuptojnë që ka qenë e gjitha 100% skenari policisë për të shpikur dhunë. Po i kemi me prova video. Edhe por ja nga mrapa. Më shifte ky komandanti i policisë, si thoshte tyre hiqeni, atë i thoshte. U largohesh kështu brapsht. Se aty s'kisha bëj, se unë isha qytetar më rrugë, kupton? Largohen e iktaj, vija prapën, afrosh, largohesh. E kisha me nget madhe, kupton, kamera live gjithkohës. Në një moment thash tashi, këta e hapën shtekun, këtu do kalojnë mijët të butetës. Po më që do kalojnë mijët, thash unë do t'i zej pritën këtu. Po edhe ulen, po prita ime ishte që kemë do i disha me trup, s'kisha çaj bëja tjetër. Kur sa kam ullë, punë të zonë, e ka një shqita besonjes, po du të shojnë videon time live, që e kam bërë nga llogaria me Facebook, kur gjen një pjesh, mu ke kom të një. E marrë pjesh, të më ka sjellë zoti. Ka sjellë zoti me gjipe. Po si, për fat mi nuk ishte ase but. Sheforte? Që mos më dhe pisë. Ishte forte. Po si shikoni dhe me kamera gjitha e kapur. Shikoj ku e kam, se kisha ndora, dhe gjatë gjithë kohë që filmoja. Edhe i thash, ma ka sjellë. Po me që erdhi makina, si duket edhe në video, unë i dola me durët para. Policët se kishin mendjen, më mesë më porria ke hija pemës. Dhe kur i dola para, ajo s'kishte dhe mori para 12 metra. Ca thënë 15 metra, 20 metra, po unë thënë 12. Edhe unë, si thush edhe mund të shtypeshe nga makina, se epte shumë fort. Dhe kam bërë gati kallëzim penal dhe për shoferin, sepse sipas rregullave të çarkullimit rrugor, sipas ligjit, një shofer nuk mund të marrë zvarr një njeri që i ka zënë rrugën. Do të vinte policia të më merrte mua. Ai desh më shtypi dhe është 12 metra e xhiruar, e regjistruar, unë e kam komplet dhe unë e kam vetë filmuar në kamera ime, po për fat mirë e kam të filmuar dhe nga miku im që ka atë llogarin, atë faqen, portalin në Zhurma, që ka filmuar gjithë skenën time, që unë më merr zvarr makina unë përpara duke marr përpara. Ke parasysh skenën? Dhe në momentin që vjen policia dhe më kap, që duhet ta kishte bërë këtë veprim policia në kushtet që makinën duhet kishte ndaluar. Do të kishte kap shoferin. Jo, desh vrau dhe polica i shoferi. Desh vrau dhe policë. Në momentin që ata më tërhoqën, unë e kam mundësinë që me pjeshkën time i kam gjyt ke ana e pasagjerit Niko Peleshit. Dhe pastaj erdhi policia dhe unë direkt më arrestuan e shkënë që po qesh. Edhe që shkel syrin Klevis Mukës që më ka filmu gjithë skenën me full high definition të arrestimit, edhe që unë një shkel dhe syrin edhe bravo, me sukses. Edhe në momentin që marrin, si shduket dhe në video, më qëtë dhe të parame se zi që të qëshë, dhe po më qëtë parame dhe unë që përtas, shefu, bëra debutet tani, ja, me 2 bodyguard, po futem parame dhe qeshtin, gazetar, kamerama, policët qeshtin, po më po qeshja, ke përës po talesh. Ky ishte situata e arrestimit. Ka të bëjmë me fakt që ne po zhbëjmë sistemin. Ka rujtë zoti apo makina? Dëgjoj, më ka rujtë zoti, po mos besoj në zot, në disha protest. Ke drejtë atë. Ke plotësisht drejtë. Do të thënë, kur kam dal i qet, atë di zoti s'do përfundoj. Po unë atë makinë se lehat kalonte. Pa bëu detyrat e shtëpisë. Pse? Sepse ne duhet japim mesazhin dhe shembullin personal. Ne zotërinë, si na thonë që ruani çik pjatën lart. Jo, unë do dal në kohë shkurtë, do dal me rroba sportive, do dal të luftoj aty bashkë me qytetar, se e ndjej vetë qytetar thjesht këtë protest. Jam si milingonat bashkë me milingonat e tjera. Siç e thot miku im Shpendgashi, ne jemi armata e askush. Unë nuk jam si VIP-at, unë aty si qytetari thjesht, pikërisht bashkohem me gjithë qytetarët se ne jemi gjithë numra, që numrat tonë po shbëjnë atë. Dhe unë isha në pozitat që dua të jem gjithmonë tilla raste qytetari më i thjeshtë i mundshëm dhe më modest i mundshëm. Aty që po bëj shokët e mi që po përballeshin, atje po bëja edhe unë këtu që e bëra në mënyrë më të zgjuar, sa ata si zgjura pritën makinave aty ku do vidin. Do të thënë ishte një aspekt po ta kapim strategjik. Ata po përplasen atje për të gjujt para përballë policisë, unë që zënë pritën aty ku do kalon, dhe s'kishte ku shkojshin tjetër. Dhe skenat e tilla që janë filmuara, unë i kam ruajtur pikërisht për sot, sepse janë të shpërndarë dhe njerëzit si kanë parë. Njerëzit nuk e dinë fare këtë makinë e Niko Peleshit për shkak. Do i shohin sot. Jam habite dhe unë për zotin
Po ti e fort. Po pjesa më e bukur pastaj vjen më vonë. Ja se do të pyes pa të pjesën se po. Se ç'kam një përshtypje që njerëzit nuk duhet godasin më me gjona tjera përveç se me pjeshk edhe me kastraveca. Kastraveca, prit, ka akoma domate. Vezë. Pjeshka është më e lezetshme. Pjeshka është më e lezetshme, në gjovë vërtet. Pjeshka dhe kastraveca. Dhe ishte mirë se e pillë së beni atje, domethënë po të ngjoni mu me pjeshk edhe me kastraveca. Po gjetët gado pjeshkët. Në mos gjetët buta fare, që mo shu shllak. Fiks. Në mos gjetë që pjeshka, ke presu gjeni domate. Po, e ngre çmimin tash këta. Se e bën thirrje ne. O çam kanë me kurvatat Blejui ke mini market. Shkoj Blejui se kishte vape madhe ke pra atë ditë. Dhe shkoj Blejui kur vjen një çun mbrapa. A keni vezë mos për çun sa se ne marrut që fillim ta kisha ditë, kisha marrë furizim. Ja kisha marrut që vezë aty. Kanë punu bizneset, kanë punu me vezët për zonë. Jo, kjo fryma e ditës së dy korrikut me debutetët ka për të qenë në histori e shënjuar, më dëgjoj mua. E viti 2026 si dita kur debutetët do kenë frikë dalin rrugë. Ma të qoftë që ka thënë. Pse? Sepse do tallen dynjaja me ta. Do t'i shajnë dhe mbi të gjitha do t'i gjujnë me perime, me fruta, duke i bërë target kombëtar kolektiv. Që do të thotë kushdo që do i shohi, do ketë momentin e vetë të mendimit që ta bëj. Dhe është e sigurt që kur ti shohi çdo kush, me këtë mendim, ti kush do e bëj. Dhe çdo që ti bëjnë ata, çdo që të bëjnë ata, kjo s'ndalon më dot. Ata kanë humbur legitimitetin. Dhe realisht e them me plot gojen. Ky është momenti që po zhbëhet pa nga pak sistemi. Kur deputetët kanë frikë dalin rrugë, përfaqësues të popullit, se mos hajnë domate. Po më në funë burr, se ju duk të vetja. Kudo, në Tiranë apo Shqipëri, do të thënë është kthyer në trend tash. Dhe mënyra e dhunshme si policia goditi protestuesit i ka dhënë legjitimitet kastravecit dhe domates, edhe pjeshkës edhe vezës. Ua. Po ima, si do qoftë, një sekondë. Për këtë punën që ti the, do kemi këto diti surprizë kur të zjerim edhe trailerin, dhe surprizë madhe. Shiko, se bëjmë promo sot, realisht del fillon seria parë, dalin 3 seri në 3 punjavë. Sot datë 4, datë 11, datë 18. Filmit Bedrock, 3 seri. Ne po bëjmë gati me 4-ën. Dhe për 4-ën këto ditë do nxjerrim trailerin, po ke traileri ka i surprizë që është fiks me situatën që jemi, po do kënaqem. Shikon. Që unë e shijova. Unë e shijoj Altinin. E thash, po, kjo është perë, këtu maje. Sa më pëlqen. Këto ditë e nxjerrim trailerin dhe shikoni galla, Tash i kthehemi pak. Atje ke si mund ta qym atë? Stripti mund ta qym? Klap si mund ta qym atë ku jemi? Ke qelia. Qelia. Po, ajo prive, që prive. Atë si e gjela fal. Te ajo prive. Prive. Prit se parë se ke prive, ja? Ishte skenë pa parë. Po do yshje ke dea. Po jo, prit tash, s'di që ku na çojsh. Na kishin fut ke parlamenti, po s'di që ku na çojsh. Ndërkohë që filloi gazi lot sjellës gjithandej. Edhe unë kisha me vete syze që më kishte sjellë një miku im. Ato barrat që masë këtu. Ato duket si syze ujë. Fakt ishin syze që përdoren nga dentistët. Dhe ishin syze profesional që më solli një mjek sapo më pa skenën e Zvërnec para 5 javësh, kur më dogjën syt me atë spratin e Ariut. Dhe më solli direkt që ti kem për herë tjetër, unë i mbaja në çantë gjithkohës. Atë ditë kisha vënë në qafë. Edhe i them policit, tash i plasi gazit, lutem, më vej çik se isha dur lidhme. Me vun. Po ndërkohë kur filloi gazi keq, bëri një proces shumë profesional nga policët, sepse i bide që unë telmosha me dur lidhme, kuptoj logjikën. Dhe më lagu bluzën këtu, ta mësojnë dhe tjerë si bëhet, ma lagu dhe ma ngriti këtu. Dhe ma vuri këtu. Bluzja e lagur, që vendoset pra 1 metër thanori çastit, bën që gazit mos arrit futet dot, sepse e pegu filtri ujit. Më kuptoj logjikën. Syzet po i kisha të mbuluara. Ke parasysh së më diqnin dot se i kisha me atë, dhe më trajtun me shumë korrektesë profesionale, por në moment, s'di që ku na çojshit dhe i thoshte një shefi thoshte, çojeni këtu, një thjesht çojeni aty, s'di që ku çojshit. Do qecja me ta papa.
Ja, jam kjo burri parlamenti si deputet. Thalle se që nuk bëhe. Në fund fare, ke parasysh, ata e kanë humbur betejën me ne, sepse ata nuk na friksojnë më të, ne tallemi me prangat e tyre. Edhe përfundojmë bashkë me ca tjerë, të arrestuar tjerë. Njëri po torturonte, njëri duke shtrënguar prangat. Po bërdiste ky djalë. Edhe i kthejmë aty, çfarë po ti rejtësh? Kur ky i shan këtë, polici shan edhe kë, pse shan morditësh? I tha se po dëgjoj dhe ty, më thot mua. E çaj kon bo aty, pas se fillimisht i tha shefave, ndroni këtë se ky po sillet keq me këtë, po e keq trajton. Veni polici tjetër. Ai guxoi dhe tha fjalë, e filloi atë fjalorin tim në tilla rast. Edhe e thënë, largoni, këtë më largu për pa ti ndrum policin. Dhe kur na çun në stacionin e policisë, na futën në makinë gjithë ata veta. Edhe po i thoja për t'i dhënë zemër atyre që, o çuda mos e vrisni me se te ky rajoni 3, se s'di ku ti çojshin. Sa dëgjova në radio, kam shkuar disa herë thashun, mi kanë rikonstruuar është pas. Është bëj bukur. Është më se njëshi. Për të dhënë zemër, kupton logjikën. Si profesionist edhe si avokat, edhe si arstum. Edhe kur shkuam atje, ata nga që na çuan kaq shumë vetë njëkohësisht. Zi çat bëjshi dhe merre plas nëpër për qeli. Po s'patën ku me në marrë celular, s'patën ku as me në marrë çantat, as i gjon. Dhe një futën më ena kështu rumuj. Edhe më qelloi mua që më çuan në një qeli që ishte në formë lëje. Punë zotit valla. Nga që ishte Froku, miku im, i fermieri fam që ishte bashkë me djalin dhe më lëvizën mu nga qelia që ishte Froku që ishte djali vetë brenda. Edhe më çuan ke qelia tjetër. Aty më vunë me dy miq fantastik, më vunë me kampionin evropian të arteve marciale. Ervin Bici më duket mos gaboj. Ervin ose Ergis Bici. Që është një djalë i papam. Ishte 44 vjeç, kampion evropian dhe i arteve marciale Muay Thai. Një çun sportiv, ke parasysh nga ata që të kput mes. Dhe ishte edhe një mësues aty me mua. Dhe sa më futën aty mua, para se vitem mësuesi, isha vetëm me Ervinin, ja bëj me shefin Ervinit dhe ai thon shef nga dritare. Nga dera, dritare e derës. Edhe unë fap zhvendosëm ke pjesa lës. Histori që aty kishte kamera lart. Edhe direkt celularën. E bëra video, pastaj thash, më mirë live, e bëra live. Edhe përshëndeta Ramën me kishën e punë, kisha bërë këtë edhe në 2014. Nga qelia e përshëndeta Ramën, e kishte Mesi, ja çova më shkurtit në atë kohë, dhe bë virale, ishte fotografia ditës dhe mliron me herë mas ne. Masi edhe morën celular. Problemi që erdhën vonë, se mbaja dy, një në xhep, një që dorëzova. Këtë herë, ata nuk e kuptuan fare që unë bëra këtë video. Se ishte rrëmuj e madhe. Dhe masi unë bëra këtë video, thosh direkt u ula aty me celularin, ndodhe me çantën ku mbaja bateri, gjëra të tjera etj. Vinë ata për të marrë celularin. Po kujtova se kishin parë videon. Ata më kishin parë në ekran. Te kamera. Po, kamerat e sigurisë bënda qelin. Dhe ishte ekrani bënda korridor, që e pash me vonë. Edhe kërkoj një thash, ore japun e dorëzoj celularin me qefin më të madh se i di procedurat. Po sipas ligjit i thash. Me procedurë verbal. Unë ta jap dhe firmos. Kështu ka ligji thash, se jam avokat. Edhe për gjithë tjerët është kështu, po edhe për mua është më të veçantë për shkak se ky celulari i avokatit që ruan sekretet e korrespondencës me klientin dhe avokatin që janë mbrojtur nga ligji për privatësinë, për sekretin për katës. Dhe mbi të gjitha i thash, i thash, kjo procedurë duhet zbatohet për gjithë, jo vetëm për mua. Hajde thash ta dorëzoj. Po ju ma jep, po do ta jap për të firmos. S'mund ta jap po firmos, sepse nuk dihet më, ta dhash as ta dhash. E kisha se kisha. Është procedurë i thash. Dhe në momentin që e gjejm konsensus me policin, që unë dal ke korridori, bashkë me celularin për të ulur aty për të bërë procedurë për të firmos. Kur vjen një nga këta, ke parasysh që bën kështu si trim, këta civilët e policisë. Edhe unë duke ecur bashkë me policin për të dorëzuar celularin, kur ky vjen tash. Edhe më fut dorën nuk e xhepi nga më dhe merr celularin, kështu si ai dut. E i kthehem aty. Ku ja vjen celular? Lemër celular të dorëzoj unë. Edhe e bëj kështu si trimi ti usul aty. Për t'ia marrë me forcë. E mësullem u policë. E fillon debati. Po debati kuptohet me fjalorin përkatës.
Na mbajnë policët, i them unë, të shi, thash, ti ke vjetë celularin tim. Si që ndodhë këtë moment, i thash, me celularin tim, është përgjithësi, i thash, e jotja. Sepse nuk po dorëzohet sipas procedurës, unë formosa, kur dorëzim celularësh në atë komisariat. Dhe fillova të komunikoja në gjuhën e dur me një personazh si ky, si e meriton. Dhe më fusin qeli prapë. Në gjithë celularin e dytë. I që kështë e qampë. Edhe po bëja gati videon e dytë. Pastaj u mendova, që duhet video e dytë? Ja ftonë e parë, mos e prishma, leme të parë. Edhe filloj të merre me kodet e celularit. Për ta bloku. Kur vin këtë? Më kështë pak të kamera. E qeli së dhja që kështë kamera. E momenti që erdhëm e qelia, se tush, pa tjetër dhe shpo të firmos. Edhe mu lutë një oficer i vjetër i policisë që e kam po mikë sa shumë e më arrestu ke komisariatën numër 3. Sa një të ashtë dhe me këta të vjetërit. Këta më sërin kafe, këta që janë të vjetër janë korrekt me njerësit. Edhe fa jenë bestime, fa të lutem a e celularin, mos shkrem me këto. Thash unë, po ta jap ty, thash unë. Dhe po e bëj, thash, për shkak të respekt që kam krijuar gjatë arrestimeve të tjera, po kur kam marrë si avokat për të arrestuar edhe të tjerë. Dhe dhash, e dorëzova. Edhe kaloj dhe kjo fazë. Pra pa letra fare. Pa letra. Tash i fillon skena më e bukur. Video ime, ka qelia që përshëndet Rame me gishtin e mesit, sepse ai nisi me fuck you, apo. Po e meritonte gishtin e mesit nga qelia. Masi bëra dhe njoftimin dentistit, ky ishte lajmi, që ai njofton dentistin nga qelia që do vonohen pasi përshëndet Rame. Thash, ky dhëmi që më ran protest. Do vonohen pasi jam këtu. Që apo njoftoja dentistit, ma kuptove logjik. E drejta e telefonatës që ka avokati, ke parasysh? Unë e përdora sipas ligjit videon time për të njoftuar ata që unë kam nevojë për, si thush, avokat. Më kuptove logjikën. Në fakt njoftua dentistin. Edhe në vind tash 5 polic, 3 civil, futen qeli tash. Mos e ishin pa video. Sepse ata në atë moment të kishin marrë njoftimin që Altini ka bërë video live në qeli. Ata nuk e dinin. Kjo doli ke jo që ja doli gjithandej, ti kupton logjikën, këto video bëjnë virale apo ja? Direkt. Më që vinë ata dhe nga që më kishin marrë 2 celular, dhe ata e dinë që unë kam 2 celular, jo 3, 4, 5. Fillon tash dhe kontrollojnë kampionin evropian të arteve marciale, mësuesin, dhe po vinë ke unë. Ndërkohë, ky budallaj, që u grisë me mu, që më vodhi celularin e parë, ky e hëngri karremin, se ke për të bëjë si zgjuar. Harrojnë këta që këta janë ca rrëmbythje, me cilit ne fshim e nderin. Këto në lagjet tona e këta rrafi në botë e dhe. Janë botë trima se janë botë policë, më kuptove logjikën. Dhe ky u grisë me mua, me arrogancën e personit që tani ka pushtetin e kontrollit trupor, ku thash ti rri tash. Ti do të bësh kontrollin, masi kontrollit në aspektin fizik, a ke celular apo jo? Edhe i thashun, ti thash, ja ai. Dhe në moment që ky kontrolloi edhe unë qesha, dëgjoj më çuna thash, se kam marrë punën me video, ti kam bëu para gjysore. Keni marrë vesh me vonesi, jo i thash. E kam bëu me celularin e parë, live-in i thash, nuk keni çka kontrolloni më i thash. Në moment ai budallaj, u gris, pa harroj që kishte ai kamera mrapa. Kamera e qelis. Harroj dhe i kamerën si. Harroj se ke parasysh në thash jam peshkatar. Ai kujtoi se kanë kap peshk. Dhe kapa peshku duke bërë shenja me duar poshtë para kamerave budallaj. Ai do shkarkohet atë. Ai nuk mund t'i bëjë një të arrestuar. Shenja me atë dorën poshtë. Ma kuptove logjikën. Është filmuar në kamerë. Është live, është regjistruar. Dhe nëse dikush kërkon ta fshijë atë, sipas procedurës së regjistrimit, ai që ka fshirë, atë gjë futet në burg, për shduke të produktet veprës penale. Ai ka bëu një idiotësi do shkarkohet nga punë, ai sot po mësojmë nga kjo gjë se kam treguar skujt të gjë. Ai tash do ta mësoj pse ai do shkarkohet nga uniforma. Ai karriera e tij do shkoj, ke parasysh unë kam edhe gjëra të tjera ndaj atij personi, po ai nuk mund do të më tregoj mua me duar poshtë. Ke parasysh ke parasysh këto gjëra para kamerave në qeli brenda. Ai në qeli s'ka ishte punë fare me gjithë të tjerët. Më kuptove logjik. Celularin tim s'kishte pse vite, se është filmuar me kamerë, unë po e dorëzoj. Dhe pastaj bëri edhe një veprim tjetër, budallaj, që kur unë po jepsha deponimin tim ke OPG-ja, një zonë, kjo erdhi si trim për të grisë me mu. Po u qesh me këtë gjë, di pse qesh. Se këta janë të rinj. Ata të vjetë duke bëjnë këto budalli që se mjofin mirë.
Kam 13 vjet që policia di që më mund të cilët në mënyrë shumë korrekte, sepse unë cilëm shumë korrekte. Po kush gabon është me pasojë, i kanë bërë edhe nga Tirana. Ke transferuar plot policë apo shkarkuar për gafat që bëjnë në raport me mua. Dhe se unë nuk i ndahem këtyre gjonave. Dhe në moment erdhi komari për të ngritur me mua në momentin që unë po jepsha për deponimin dhe ishte duke hangur. Kështu me atë fytyrën që po si i kishte ardhur keq tash që tall policë të tjerë, nga mënyra si e trajtova unë, e tash donte të rivendoste tomërlikun e tij. Një çuçun ka. Edhe i thamë asaj zonës, përgjithësia është e jote. Që thotë këtu. Se këtë këtu i thash unë. Unë e bëj me hangër dhe i thash. Kur dali nga këtu i thash. Problemi është tash që ky vjet portugaliz tash këtu kur unë po jap përgjigjen, po abuzon me detyrën tash, po përgjithësia është e jote. Dhe u bën këta ta përzenin atë. I thash atij. Ti i thash unë të shkarkohesh. Ti i thash unë me këtë që ke bërë sot, i thash unë, do ta pasqyrë se mbron të Rama me atë që ke bërë ti sot. Pa ai nuk e dini çka kishte bërë. Ishte filmuar me video, duke bërë atë skenën. Nuk mund ta bëj apo gjë atë për të shantazhuar dhe kërcënuar në atë sjellje pa shkak një të arrestuar apo një që do të më shoqërimit. Pra më tepër që isha dhom shoqërimit, nuk isha se arrestuar. Ai s'mund ta bëj këtë. Kur e ndalon jo ligji, kodi etikës, po quhet si thosh shkelje rënë administrative dhe karriera e tij datën 2 korrikut që premtova, ma shënim do filloj kështu tash. Ti thash unë, do viti do të zhvishesh. Atë do jemi përballë njëri tjetrit në rrugë, si dy qytetarë, do e shohim trimin tatë se kush je ti. Dhe koncepti është që këta njerëz duhet marrin leksione. Duhet marrin mësime që të mos abuzojnë me qytetarët. Pra unë nuk po e bëj për vete këtë punë, s'ta kuptoj njerëzit. Se unë asi llogaris të lloj deturinash. E bëj se ka nevojë qyteti, ka nevojë qytetari, ka nevojë policia, ka nevojë shteti, po ka nevojë mbi të gjitha morali publik që polici të jetë në dobi të qytetarit. Dhe kush është në dobi të pushtetit për të abuzuar me qytetarin, duhet të marrë shpulla në mënyrë që pushteti që të jep taksapaguesi shqiptar, që pagu taksat për të marrë shtetin, të ketë kuptim. Ti do të jesh në shërbim qytetarëve, e jo për të abuzuar ndaj qytetarëve. Dhe unë kam kriter pune këtë që gjithmonë kur shkoni për komisariate etj, e gjej personin abuzues. Di unë si e gjej, siç e gjeta. Dhe e kthej në shembull si duhet të sillet policia. Dhe kjo është arsye që më respektojnë më shumë nga të gjithë në Shqipëri, policët, si civil e si të veshur. Por shkak se unë nuk jam aty për veten time. Jam aty për interesin publik. Prandaj gjithë më thonë avokati i popullit mua dhe jo Shabanit. Për mënyrën se si unë bëj detyrat e shtëpisë në dobi të publikut, pra bëj rolin e avokatit të popullit në dobi të publikut. Edhe në komisariat më kanë trajtuar shumë mirë, më kanë trajtuar me respekt, më kanë trajtuar me dinjitet, derisa erdhi momenti që Endri Fuga dha urdhë të më sekuestroshin celularët. Tani unë isha për të bim palishëm për qeqësisë publike, bllokim rrugësh edhe për këto treja isha. Në këto të treja, që unë isha i procedura penalisht, nuk ekziston asnjë shkak ligjor, profesional, teknik, që më sekuestron celularët. Si qytetar flas. Po ka i gjë tjetër që mos më sekuestron dot se jam avokat. E di çfarë thot ligji për ne? Do të vendim gjykata, po njëkohësisht do të njoftohet dhe dhoma avokatisë, maksaxhi. Dhe do të krijohet një procedurë për sekuestrimin e celularit. Pra sekuestri i celularit të avokatit ka procedurën vete. Unë jam avokat që të thot kam sekretet e komunikimit tim me klientin. Dhe i kujtoj gjithë qytetarëve shqiptar që deri më sot kur asnjëherë ata s'kan pas luksin me fut hundët e durët këtë celularit e mi. Ti që kanë marrë aty derisa kanë. Po ne kam një video me provë që ata kanë fut durët celular dhe kanë dështuar. Çfarë do të celular ku ti kërkon të futesh shpinën e gabuar? iPhone pësh. So dhe ke kërfutur, pinë e gabuar dhe lënë gjurma aty. Unë kam një video, e kam ruajtur. Që kur mora celular ti hapa dhe aty thoshte, va, ke fut. Pra kishin fut durët. Po kjo është veri penale, do gjendet kush e ka bërë. Ai që ma mori apo? Se provojsh me video. Ai që mori celularin tim, ai ka fut durët celularin tim. Por nuk arriti dot sepse ti e di ç'është iPhone-i apo? Një rrëbythje si ai,
s'ka shanse të eci përpara. Dhe nga që dështuan ta bënin këtë gjë, Endri Fuga, me anë të Skënder Hitajt, urdhëroi sekuestrimin e 2 celularëve të mi. Dhe fillon një shef ku për fat mirë, Po, të ndërpres. Urdhrat që japin këta, çan këto urdhra me telefon apo me telefon? Me telefon. Fort. Ata kishin nevojë për celularët e mi, sepse donin të merrin pasuardet, donin të merrin kontrollin, rrjetet sociale dhe të shifshin korrespondencën time. E para punës s'kam asnjë korrespondencë sekrete kur vjen puna ke aktivizmi, sepse unë i bëj gjërat hapur për shkak se e di që po ti bëj gjërat hapur, edhe ai s'lodhet me të përgjullë dhe ti je më rehat. Shef direkt i ke faqet. Unë rrim sa vene që më shohin publikisht. Unë e kam kthyer pozicionin tim të angazhimit krejtësisht transparent. Shkoj në gjitha të vende, mund të hapësh me kamera, me lëvizje goje, mund të bëj çfarë dush. S'kam as i lloj kufizimi dhe nuk bëj gjëra sekrete se s'kam nevojë. Kupton logjik. Koncepti është që si avokat kam sekretin profesional. Po, është punë. Edhe fillon sherri 30 minuta. Po sherri si vajti. U fut në punë Prokuroria e Tiranës, Kryeministria, Drejtoria e Policisë, Ministria e Brendshme. Në fakt Ministria e Brendshme kote them unë, po hajt. Rajoni i Policisë, OPG-ja, prokurori dhe hierarkia e komisariatit në këtë shef. Debati ishte që Eraldi Aga, avokati i studios tonë ligjor Aga Goxhaj, që ishte dhe avokati im aty, hapi Eraldi ja numroi, Neni kaq, a i di dhe me numra, unë i gatroj numra, Neni kaq, procedura e sekuestrimit celular të një avokati. Procedura. Thoshte, vazhdoni, bëni. Dhe unë i them këtyre, ju të gjithë si qeni përfshirë këtë gjë. Ju nuk keni shans të shpëtoni nga shpërdorimi i detyrës, sepse vini në të ndërgjegjshëm që po e shkelni Neni, dhe gjithsesi po e zbatoni urdhrin që Endri Fuga të marrë dorë celularët e mi. Më kupton logjikën? Dhe t'i japi çufove për t'ia dekoduar, më kupton logjikën, aplikacionet e tyre. Koncepti është që ju po e shkeni ligjin me ndërgjegje, sepse ja ku e keni, nuk e dini. Dhe fillon një sherr i madh që dalin nga zyra të gjithë. Në korridoret komunikonin. Bëmë me prokurorin e tjerë. Ata të që prokurorin, po ne ke parasysh jemi gjithë të kuptojmë që s'është vetëm prokurorin loj. Më kuptove logjikën. Dim dhe ne ta kuptojmë këtë pse jo. Dhe mas ti sherri, këta i thanë që ne shkarkohemi. Po shpërdorim detyre. Po ta bëjmë këtë gjë dhe u vendos që nuk do të mi sekuestrojnë celular. Tash i kuptoj pak. Unë tek pull. Individ. Me pranga. Komisariat. Shteti. Rama. Skënder Hitaj. Drejtori i Tiranës. Shefi i komisariatit. OPG. Prokuror. Prokurori. Etj. Duan të bëjnë diçka dhe nuk e bëjnë dot. Pse? Ta kuptojnë gjithë qytetarët. Sa do të fuqishëm të duken se janë, sa do fuqi urdhës të kenë. Ata po degradojnë. Ata janë në zhbërje. Ka e frikë. Sepse zinxhiri komandues është shumë i rëndësishëm. Sot do të them gjëra vërtet të mira për publikun, që tregojnë se po degradon shteti. Sa do ata të shkelin ligjen vëlla, kanë kufi. Pse kanë kufi? Se kanë kuptuar që tashmë Rama është i përkohshëm. Ata kishin frikë të shkelin ligjin, po ta them me sinqeritet që përballë urdhrave të pushtetit, sepse kuptuan që s'ka garanci më. S'ka më garanci, i the të gjithë. Dhe unë do të them sot ty që gjërat që kemi filmuar në protest, provat që kemi mbledhur në protest, për kallëzimin që po bëjmë për policinë e shtetit, për atë që ka bërë datë dy korrik, që janë asgjësuese për ta, tregojnë vëlla që kanë kaq keq punët sa kishin sjellë në protest para parlamentit. Policë nga burgu Peqinit. Erdhi njëri dalloi, ky është bujari, tha, ky punon ke burgu Peqinit. Ai kishte qenë burg. Në njifte. Ky dhe punon Peqinit, ç'puka ke këtu? Ishte pa numre shkreti, se nuk mund të mbate numre. E shkoj me drejtan Goxhën shefit mod aty, bërtasim. E vlla, ky burgut Peqinit çdo këtu. Çdo bujari. Edhe vjen shefi, kemë zi që të bëjshin, komuniko. Është pa numër, vlla. Që janë policia pa numra nxirri, i thoshte tani me. Shefi thoshte, këta që janë pa numra, mos i mbaj këtu. Se s'majnë këta.
as përgjegjësi, po dhe s'mund të respektojmë si policë, se ne po respektojmë të tjerët, që janë me numra, se janë kryetyrës. Po këtë jo. Edhe vjen e prora, aty duke di kush erdhi, një të heq gjithat burgut Peqinit. Tash më shpjegoj ti mua. Ç'duan policët e burgut Peqinit? Para parlamentit Tiranë, e kupton sa keq i kanë punët. A e kupton çalli ka zënë? Ata i kishte sjell njëri nga burgu i Peqinit si besnik. E kuptove logjikën. Pra, aq keq i kanë punët, aq po shbët shteti, sa s'kan më as policë vlla. Bu duhen policë besnik. E dyta, kemi filmuar skena të radhës tretë. Është radha e para e policëve? Radha e dytë është radha e tretë. Radha e parë dhe e dytë në fytyrë, kur ti ishe, edhe përballë me policë, domos zonjat, gocat që kishin skalonin e parë, ishin realisht fytyrat vrerosura, të trishtuar dhe të hapë. Si për dhapës, si për shqetësimit që ishin përballë qytetarëve, për një mijë arsye dhe ishin vërtet goxha të mërzitur. Tani pyetja është, kush ishin ata të radhës tretë? Këta të radhës tretë u akuzuan disa herë që qeshin si budallë. Kështu. Edhe thoti gotore, pse qesh ti? Ai shkeli që i hutum komplet. Ata ishin të hutuar dhe të qesh. Këta të tjerë të vrerosur. Kur më thot më një psikolog, kliniciste, që ishte në protest, këta më duket se janë drogumës. Ate unë për shifshë, me vëmëndje. Ajo që mësova, ata ishin të droguar me substanca psikotrope për të mos pas ndjeshmëri. Erdhi dita që Edi Rama ka që i ka punët, sa duhet të drogoj policët që të përballen me popullin. Dhe ata që ke parë ti në dhunë dhe qytetarëve ishin të droguar. Edhe ai tipi që u gritës me mua, që thash ke parlamenti, që tha po gjyj dhe ty, ku di gjush ti, më në mundi ju afrohem me pranga, sepse unë e di pse e bëja të gjë, unë jam gangster i lagjës që ta bëja të gjë. Unë du t'ja inkurajoj njerëzit, po dhe të dekurajoj armikun, me trupin tim, me prezencën time, që të mos guxojnë të bëjnë kështu gjë. Edhe ishte idiot, ai nuk po kuptonte çfarë po bënte. Se ata e hoqin direkt policët, oficerët, e prorët e hoqin atë. Nuk më hoqin, mua më thanë, zhvendoseni këtu, po ata i thanë, lik t'i largohu. Siç i hoqin dhe këta të burgut Peqinit. Më kuptojnë që s'kishin punë aty, që këta nuk ishin droguar, më kupton logjikën. Radha tretë ishin të droguar. Pse i drogon Rama tash i policë në shpytje? Se s'ka policë që mund të bëjnë veprimet që ata urdhrojnë. Dhe këtu fillon çështja që erdhi dita të drogojnë policët, të cilët do i sulmojnë popull. Kaq keq i ka punët Rama dhe vërtet që sot e diskutojmë Dritan Goxhaj e mundi Altin Goxhajn në argumentat që kemi pas debat këto 2 javë. Unë i përkisa linjës 2 korrikut. Që të 2 korrik Rama duhet të zhbëhet. Pra ne duhet ta sulmojmë. Dritan Goxhaj thoshte Altin, ne nuk kemi arsye ta sulmojmë, vazhdojmë protestën paqësore. Sepse protesta paqësore është mjeti që zhbën atë nga brenda. Ai duhet të zhbëhet brenda dhe jashtë Shqipërisë me presionin ton që ne e shtym dhe tujtë të rreq, vetëm nerës. Ne e shtym, ata e tërheq. Ne e shtym, ata e tërheq. Dhe kjo bëhet me rezistencën tonë paqësore. Dhe realisht në 2 korrik, unë kuptova që mund ta kisha unë gabim. Më kupton logjikën, sepse kur pash që policët radhës tretë qeshin si budallë dhe rriqin si idiot, në pikë vagës, ju i shifshin kështu. Dhe unë jam profesionist i fushës time dhe studiu gjithësisht, po kam dhe praktik. Pa e goca, që është kliniciste, ai është specializuar për këtë punë. Unë më Altin dhe Altin drogum, ta shikoj pak kësyt. Do një pash kësyt. Vërtet që ata ishin të hutuar, në eufori, sa në mes të vapës, si idiot, rrishin kështu. Këta njerëz të droguar. Këta nuk kanë ndjeshmëri dhe zbatujnë në mënyrë të verbër dhe mund të jetë agresiv për shkak të drogës që kanë marrë. Pra jemi në fazën kaq keq i ka punë Rama sa merr policë nga burgu Peqinit. Mendon Tiranë para parlamentit. Tirana plot me forca policore.
të cilët i gjithë pan merr policë që të sulmojnë popullsinë civile, të cilët i drogon. Dhe këtu do fillojë njëti. A janë droguar policët atë dy korrik? Do thoshte kush do e bëj këtë gjë. Vllai, di si është puna e këtyne? Këta po ndjej që Rama po vije. Po bëjnë letrat e tyre për të rehabilituar. Ma kuptove logjika. Pra ka brenda policisë njerëz që janë gati që nesër thonë, o vlla, ne nuk kemi faj për 1, 2, 3, 4 veprime, sepse këto i kanë bërë 1, 2, 3, 4 persona, të cilët kanë droguar kaq persona dhe kanë kryer këto. Që do të thotë, nga brenda duhet marrin vesh neve nesër pas nesër të keqen. Dhe realisht do ketë hetim për drogën që u ka dhënë Edi Rama policëve dhe pyetja është kush po e trajnon policët. Që të bëjnë të njëjtat skena që bën në Zvërnec, fillon tash argumentin. Unë kam filmuar nga pas për 40 minuta gjithë ngjarjen. Para derisa më arrestuan. Pra kam filmuar edhe pjesën që po merr zvarr makina Niko Peleshi. Derisa më vjen pranga, që e fik celularin. Unë kam filmuar skenën se si policia para se të ketë incidenti më të vogël. Pra kur njerëzit po rinë në paqe, janë ulur tokë dhe po rinë. Po mbush armët me bomba gazi. Po bëjnë gati që pra fillon përgatitet ushtria. Kupton logjikën? Po bëjnë gati. Unë i kam filmuar gjithë. I marrin armët, nxjerrin, fusin këto dhe po bëjnë gati. Nga mbrapa, populli nuk i shef. Altini i shef, se është nga mbrapa. Pra, të gjithë kamerat shohin policët ballor. Altini i shef me kurriz. Dhe nga mbrapa ishin 3 policë që unë i kam filmuar, që po bëjnë gati armët kohë përpara se të ketë një përplasje. Më kuptove logjikën. Dhe ata i mbushin dhe i bëjnë gati. Dhe mbasi i mbushin dhe i bëjnë gati, rreshtohen në pozicion provokimi. Pra, unë kam filmuar gjithë skenën se si gjitha ka qenë një skenar i policisë, nuk ka pas dhënë nga protestues, të planifikuar, spontane e tjerë. Jo, ka qenë ndërtuar në atë skemë që Niko Peleshi, Edi Rama, Taulan Palla, ky Ulsi Manja e tjerë dhe mediat e tyre të shpiknin lajmin që protestuesit e dhunshëm gjuhet me gur policinë. Ma kuptove logjikën. Dhe unë kam filmuar gjithë skenë. Tani çështja është problemi është që unë i kam provat që do i paraqisim dhe të huajve se si policia po përdoret nga Edi Rama për të manipuluar edhe publikun shqiptar në aspektin fizik, që është provokimi me gaz, me sprajt, djegës, dhuna, që ta bëj publikun të reagoj. Tash një nga manualet kryesore që përcakton këto sjellje, përcakton se si policia do bëjë të kundërtën. Pra si policia do ta zbus protestën, jo ta bëjë më agresive, më kupton logjikën. Ata kanë bërë të kundërtën. Tani çështja është që ata kanë bërë një spektakël si Zvërnec, duke marrë zvarr të shtrirë tokë njerëz, apo njësoj si Zvërnec. Kemi parë skena se si kanë gjuajtur me sprajt arinç, ju si më gjuajtën mua, forcat private në Zvërnec. Tani pyetja është, Rama reagoi fort të nesërme kur shpërtheu populli për dhunën e rojve private në Zvërnec, apo. Po ndërkohë policia e tij bëri të njëjtën gjë në Tiranë, që ishte dhe droguar në një ran. Tani pyetja është, unë ngrita në datën 30 maj pyetjen, kush ju ka trajnuar juve tash? Besoj Mossadi, Izraeli tash. Tani pyetja është, kush i ka trajnuar këta tanës të drogohen? Ku kanë gjetur drogën? Po këto sprajtat e ariut ku i kanë ble? Na del që pas kanë ble në Izrael. Edhe kemi gjetur tashmë dhe provat. Si quhet, kjo pjesa mbrapa me predhes, s'po më vjen fjala. Gëzhojat e bombulave të gazit dhe këto si në rezulton që janë blerë në Izrael. Vazhdojmë tani. Çfarë tha Rama dje? Po themelojmë akademinë e forcave speciale me Izraelin. Pra Rama po bën një akademi të forcave speciale të mercenarëve të kolonëve me Izraelin në Shqipëri. Ndërkohë që sjellja që pashun në protest s'kishte vajtmenje. Me policë të droguar, kanë manuale gjitha, janë manualet e Izraelit të cilët prodhojnë provokimin dhe përdorin
armë të rrezikshme, pasi njëra nga bombat që kemi gjetur, një nga gëzhohet e bombave që kemi gjetur, është me 2 veprime. Se tash kemi dhe ne ekspert. Ç'kupti me 2 Me veprime? 2 veprime, ka 2 efekte. Ka efektin A, efektin B. Godet, pastaj shpërthen prapë 2 herë. Dhe këto janë të ndaluara për civilet. Këto përdoren për kafshët. Pra ne kemi mjete, prova tashmë, që Edi Rama po përdor municione që përdoren për ari, për ujq dhe po e bën për njerëz. Po këto kush i përdor gjërësisht? Izrael. Dhe ka që na del që Rama, ka që keq i ka punët, se s'kam as polic, dhe detyrohet përdori direkt këto mjete, se s'ka më fuqi për të përballë me 200 qytetarë të vetëm që ishte, 200 ish. Mendo ti jemi 2000, mendo ti jemi 20.000. Mendo 200.000. O më le pa men për kokë time. Me 200! Ua, e fort. Tani, provat që kemi siguruar, që ti ke ekskluzive, sot si muhabete,